Në zbatim të ligjit të aksizës, i them, prej datës 1 prill 2014, nuk ka përjashtim për karburantin që përdoret si ollus në procesin e nxjerrjes së naftës. Dhe më pas të merret detyrimi e tjera e tjera. Këtu pastaj ke dy letra. Dy letra që nuk e këti si e ka bërë Anila Denaj, se për hir të së vërtetës nuk më ka marrë mendja, kanë pezulluar mbledhjen e 120-shit me kërkesë të Belinda Ballukut, ku Belinda Balluku në letrën e vet shkel në shpërdorim të pastër detyre, për të mos thënë më tej, dhe thot, bën interpretim të ligjit, dhe thot, ja në letrën e datës, do me thënë, ta është 2019, diçka ke i 4 ndoshta, nuk e di 8 i 4 i bëj shoh këtu. Protokolli është 502 më duket, por nëse unë kam letrën e do t'ja u jap, ku thot, do me thënë, që nuk i lejohet ministrit të infrastrukturës. Në rastin, midis të tjerave, në rastin konkret jemi në kushtet kur ollusi nuk përdoret si karburant, por as si lëndë djegëse. Nuk interpreton ligjin, as procese teknologjike. Procese teknologjike janë procese të manuali. Dhe, aq më tepër që ligji i aksizës prevalon mbi çdo logjik, thotë jo, aksizohet, hidhet ollus ke nafta, del nafta bashkë me ollusin, u hodh 1 litër naftë, u hodh 1 litër ollus dhe 2 litra naftë, po e shpjegoj thjesht për të kuptuar logjikën. Dhe dolën 3 litra lëng djegës, që do aksizohet. Se ka shumë kanë përdor. Ollus, e shpjegova thjesht, po, kush do t'ja shpjegoj një herë nga ana teknike, ja shpjegoj. Dhe kush ka përjashtuar nga aksiza? Dhe kjo thot që përjashtohet nga aksiza, thot, dhe detyrojnë administratën, dhe administrata doganore nuk duhet ta kishte pranuar urdhrin e Anilës për pezullim. Pra, ç'a ndodh? Ky prej shtëpi në theth dhe fal taksa të papaguara oligarkësh me 5%.